Është prej traditës profetike që t'i vizitojmë varrezat. Profeti alayhis salatu wassalam ka thënë vizitoni varrezat sepse ato ja u kujtojnë botën tjetër. Dhe ka shumë sunete në këtë aspekt, mirë po njëra prej sunete është që kur të shkojmë tek varrezat, t'i thejmë këtë fjalë: Assalamu alaikum ahle diyar. Selami, shpëtimi qoftë mbi juve, paqja qoftë mbi juve, banor të varrezave, besimtar dhe musliman. Dhe ne në dashur të Allahut do t'ju bashkangjitemi juve. Es'alullaha lana wa lakum al-afia. Kërkojmë prej Allahut mirëqenie për neve dhe për juve. Por kjo është një lutje që është prej traditës profetike, siç mund ta shihni sa lutje e mirë është për ata të cilët janë në varreza. Pra në këtë lutje po japim fillimisht përshëndetje këtyre të vdekurve, dhe ajo shkon kjo përshëndetje, ajo është çështje studimi des dietarëve, sa dietarët thonë që po kur ti përshëndesim ju shkon përshëndetja. Dhe pastaj po themi ne inshallah do t'ju bashkangjitemi ju. Sepse ne do të vi dita që do të futemi në ndëj. Çdo njeri ka afat, dhe afati do t'i vinë herët apo unë. Dhe në fund po lutemi es'alullaha lana wa lakum al-afia. Kërkojmë për Allahut mirëqenie për ne dhe për ju. Po kjo është lutja më e mirë për gjallit e vdekurit, më lut Allah që më dallon mirëqenie. Sa të jemi në këtë botë më dallon mirëqenie në fenë, në jetë, në familje, në pasuri. Ose në botën tjetër me na jap mirëqenie që me kalu testin, kur të na sprovojnë me laqet, pastaj me pas mirëqenie në jetë e varreza, kur të ringjallemi dhe gjatë llogarisë përfundimtare. Po kjo është një sunet që është mirë me praktiku dhe me vizitu varrezat sepse na kujtojnë botën tjetër.